çfarë sinjali dha kjo? Kjo dha një sinjal jo të këndshëm në fakt për perspektivën e pensioneve, cilat janë ato që janë të papranueshme nga qytetarët, nga takimet që bëj unë, po edhe në masë të madhe. Pikërisht, këtu u dha sinjali që kush paguo ka më shumë që merr pension më të lartë, ai s'përfito, atëherë është frenus si vendim, sepse s'fiton gjë fare, atëherë përse duhet të paguaj unë kur ka mundësi të përfitoj të derdh më pak ato parat i rezervoj për një gjë tjetër. Ekziston edhe ky lloj interpretimi? Po patjetër, po kjo është jo, faktike e drejtë është. Kjo është e drejtë dhe s'ka si të bëhet. Tashi, duke parë këto mospërfshirje të gjithë pensioneve, sipas këtij koncepti, rezulton, pavarësisht se thonë një pjesë thonë janë 50.000, një pjesë thonë 70.000, janë në 40% të pensioneve që nuk përfitojnë. E barabartë me 280.000 e më shumë pensionistë që nuk fitojnë nga kjo lloj skeme. Sido që tjetë, me këtë koncept, nuk mund të vihet në Europë dhe nuk mund t'i thuash pensionistit që në vitin 2026 do t'japë, qoftë edhe këta që përfitojnë 18.000 lekëshin, ose ata që marrin 8.000 lekëshin, dhe ata, si kur t'i vinin të gjithë, ku do shkosh në krye të 4 viteve, në vitet 2030? S'ke ku vete, me këto, një invalidi do t'i japish edhe 24.000 lekë të vjetra, më shumë. Po do t'i japish, i ke premtuar t'i japish pas 4 vjetëve. Ndërkohë që kjo para do t'jetë zhvillësuar atë në Po e vërtet. Edhe me 24.000 lekë të vjetra, nuk blet gjë.